Agronodhaka më dërgoi një mesazh një natë, s'bën si je Andea këtej. Kam parë podcastet tuaja, tha, do të vjen dot në Tiranë, tha të bëjmë një të ka emisionin që bën ai. Fejkov. Ç'mendove në fillim kur të shkruaj ti? Unë mendova se tani dikush nga neve. Më mori mua në telefon. Në një shaka me njëri tjetrin, e kupton, në një shok, në një Andea, në këtë. I thon gruas, ore më ka dërguar Agronodhaka, i thon po se besoj. Kishte atë pikën blu që bën këta verifike. Po atë mund ta vë unë dhe ti. Edhe nuk vi dot i the jam tunë. Bëni muhabet, jo i thash nuk vi dot. Edhe nesër të më thon prapë jo Agronodhaka, nuk kushdo nuk vete, nuk dua të vete. Ne këtë podcast e bëjmë për qefin ton. Po neve gjithsesi Agronodhaka e ne respektojmë. Shumë faleminderit Agronodhaka që na ke bërë ripost. Ja ke bërë ripost të video tona në të podcast. Na që ne mbajmë ne, nuk ta lë. Na që nuk ta lëshojmë kemi vetë. Varet, po do të thotë 1 milion euro ik direkt. Agronodhaka është i pari në këtë shtet, në këtë vend, si Gjirokastra. Se ne njohim se ai është në jugu. Është një nga artistët. Është në Anomalia. Është artist me plot kuptim të fjalës. Ne kemi Agronodhaka sigurisht Gjirokastrit. Ne vlerësojmë edhe kemi edhe është i pari në Shqipëri. Na që nuk e lëshojmë. Është i pari në Shqipëri Agronodhaka. Po ta mbajmë për vete. Nuk ka mbri agronin në këtë vend. Nuk ka. Ai është më i vjetri, i pari, më i miri, e vlerësojmë, po ne nuk vemi atë se emocione njëra tjetra. Jemi fidestar në këtë zonë. Jemi fidestar, ne nuk e bëjmë për gjeti Albanon, mori Albanon. E falenderojmë gjithmonë për ftesën që na bëri, po. Edhe mundësi kemi, nuk kemi. Të bëri. Edhe ko s'kemi, janë shumë gjëra. Duhet të bëjnë shumë gjëra bashkë. Nuk na del